28 nëntori është dita kur Shqipëria I tha po lirisë. Një ditë që nuk ka të bëjë vetëm me data, por me zemrën e një kombi. Në këtë qytet të bukur, ku historia dhe deti takohen, flamuri valvitet si një kujtesë e një ëndre të madhe të shqiptarëve, të jenë të lirë në tokën e tyre. Dhe sot jemi në Vlorë për të ndjerë atë frymë, për të dëgjuar zërin e të kaluarës dhe për të kuptuar se çdo shqiptar bart brenda vetes një pjesë të asaj dite. Ky muze nuk është thjesht një vend ku ruhen objekte të vjetra, por një kujtesë e gjallë e një epoke, një udhëtim në kohë që të lejon të ndjesh emocionet e asaj dite të madhe. Çdo dokument, çdo flamur, çdo fotografi na flet për njerëzit që guxuan të ndërojnë lirinë. Dhe këtu, drejtori I muzeut ruan të trashëgimi për të ardhmen. Të gjitha objektet që janë këtu në këtë muze janë të gjitha shumë të rëndësishme. Për vetë faktin është një muze historik dhe çdo objekt, çdo dokument, çdo gjë e prekshme, këtu është një histori më vete. Por këtu jemi, është shansi që ne jemi këtu tek pjesa e dhomës Ismail Qemalit dhe po t'i shohim kemi komplet janë pjesët e Ismail Qemalit, të cilat janë objektet personale të Ismail Qemalit. Kemi në të njëjtën kohë edhe foton familjare të tij dhe të gjitha orendit janë tepër domethënëse dhe historike. Por duhet të themi gjithashtu që dhe pertet janë origjinale që kanë qenë në ditën e shpalljes së pavarësisë. Si përpiqeni ju që brezat e rinj të kuptojnë dhe të ndiejnë peshën e këtyre postave? Misioni I vetë muzeut historik është ruajtja, transmetimi dhe promovimi më I mirë I traditës dhe historisë së muzeut kombëtar. Ne zhvillojmë aktivitete nga më të ndryshmet për ta promovuar dhe për të qenë sa më afër brezit të rinj. Shkollat, institucionet e shkollës të arsimit, kopshtet, kanë në kurrikulat e tyre kanë projektin edukimi nëpërmjet kulturës. Dhe ata vinë dhe ne krijojmë aktivitete të ndryshme ndërlidhse me shkollat, pra ndërinstitucionale, këto nëpërmjet reciktimeve, nëpërmjet projekteve të ndryshme, por në të njëjtën kohë ne bëjmë edhe aktivitete të ndryshme. Kemi projektin të cilin e kemi lançuar, e kemi filluar që në fillim të tetorit me Ciceronët e vegjël. Edhe kjo është një impakt, një transmetim I kësaj historie tek brezi I ri. Në çdo fundjavë tani vijnë Ciceronët e vegjël që janë prezent për vizitorin dhe në çdo dhomë ata janë duke dhënë historinë përkatëse të dhomave. Atmosfera është mëse festive, është gjithëpërfshirëse me aktivitete të ndryshme, është kuqezi, në çdo balkone shikojmë kuqezi, shikojmë këngë, muzikë, pra është një atmosferë e gëzueshme. Gjithë ato aktivitete që janë organizuar, si nga qendra kulturore, nga muzeu, nga teatri Petromarko, do të thënë nga të gjitha institucionet, për të mos anashkaluar dhe ndonjë institucion apo kopshtet, shkollat e ndryshme që I bëjnë nëpër ambientet e tyre, dhe të gjitha këto tregojnë që kushdo me mënyrat e tyre, me forcën e tyre dhe me dashurinë e madhe për atë dheun, krijojnë atmosfera të bukura dhe I përcjellin këto tek brezi. Viti ishte 1912, ku Europa po ndryshonte dhe shqiptarët ndodheshin në një udhëkryq historik. Në këtë qytet të vogël bregdetar, një grup njerëzish me vizion dhe vendosmëri do të bëheshin protagonistë të mëdhenj të kapitujve më të mëdhenj të historisë shqiptare. Vlora nuk u zgjodh rastësisht. Ajo ishte zemra e një lëvizjeje që kërkonte të bashkonte një popull të ndarë,
të thyente zinxhirët e pushtimeve dhe të shpalte një të ardhme të lirë. Kërkesat e shqiptarëve dhe të gjithë patriotëve shqiptarë të rilindasve u finalizuar në datën 28 nëntor të vitit 1912 me shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë. Por kjo ishte një kërkesë e kahershme që në kohën e Skënderbeut, madje ka vazhduar dhe me gjithë rilindasit tanë dhe në kohën e viteve 1908-1909 kanë filluar përpjekjet e shqiptarëve për të formësuar identitetin nëpërmjet gjuhës së tyre, sepse gjuha është guri i themelit të një kombi. Dhe në vitin 1912, Ismail Bej Vlora, së bashku me patriotë të tjerë shqiptarë, në klubet patriotike të Stambollit, të Bukureshtit, të Vjenës, po ashtu edhe në Itali, morën nismën për të kthyer në Shqipëri dhe për të shpallur pavarësinë e Shqipërisë. Ishte një akt sublim, ishte një vendim i marrë në bashkëpunim edhe me kancelaritë evropiane, me austro-hungarezët apo dhe me fuqitë e tjera të kohës, të cilat ndikuan dhe ndihmuan për mbritjen në Shqipëri të Ismail Bej Vlorës, por njëkohësisht duke parë dhe situatën që po kalonte Evropa në prag të luftës së parë botërore, apo dhe të ndryshimeve që po pësonte Evropa si rezultat të ndryshimeve të kufive që përpiqeshin të bënin fuqitë e mëdha. Ismail Bej Vlora u nis drejt udhëtimit të tij drejt Vlorës, i ndihmuar nga mjetë lundruese të austro-hungarisë të Italisë dhe zbriti në Durrës, i cili ishte përcaktuar vendi ku do mbaj kuvendi për të ngritur flamurin dhe për shpallur pavarësinë e Shqipërisë. Duke parë rrethanat e ardhjes së serbëve nga veriu i Shqipërisë, Durrësi u menjanua si opsion i ngritjes së flamurit dhe mbajtjes së kuvendit për shpalljen e pavarësisë dhe u vendos që shpallja e pavarësisë të bëhej në qytetin e Florës, në sarajet e Vlorajve, të cilat ishte pjesë e paraardhësve e gjyshit të Ismail Bej Vlorës, Ismail Qemalit. Ai e kishte vizituar Vlorën dhe më herët, vitin 1908, në atë kohë i pritur nga kryetari i bashkisë së kohës Ali Mezini, Abaz Mezini, dhe në të gjitha këto ecurinë e historisë ai kishte në mendjen e tij edhe në parlamentin turk edhe në parlamentin Xhon Turk idenë për shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë. Në Vlorë mbrodh kuvendi rreth 86 delegat, ku nga 40 prej tyre firmosën aktin final të shpalljes së pavarësisë dhe atë certifikat të shtetit shqiptar që neve trashëgojmë sot nga viti 1912. Shpallja e pavarësisë së Shqipërisë ishte me pjesëmarrjen e patriotëve shqiptarë në të gjitha trevat e Shqipërisë, nga veriu, lindja, jugu, krajina e Çamërisë, Republika e sotme e Kosovës, Kosova asaj kohe, treva shqiptare në Maqedoninë Perëndimore apo treva shqiptare në Malnezi dhe ardhja me vonesë e Isa Boletinit ishte si rezultat i pengesave, i luftrave të vazhdueshme me serbët dhe pritat që u bënin serbët këtyre delegatëve, cilët erdhën me vonesë në Florë, dhe me 28 nëntor në orën 14 u finalizua shpallja e pavarësisë së Shqipërisë. Mbas kësaj dite janë bërë disa mbledhje për të formësuar qeverinë e Vlorës, qeverinë e kësaj kohe, dhe sot Muzeu Kombëtar i Pavarësisë ka qenë godina ku janë vendosur një pjesë e ministrave dhe kryeministri e asaj kohës, i cili mbajti edhe postin e ministrit të punëve të jashtme, mbajti dy pozicione, Ismail Bej Vlora ose Ismail Qemali, kryeministër dhe ministri të punëve të jashtme, përmjet diplomacisë së tij, oratorisë së tij apo përgatitjes së tij si një njerëz që dinte shumë gjuhë të huaja, apo edhe i rritur me pjesën e diplomacisë në asaj kohe në Perandorinë Osmane, i shkolluar në Zosimea dhe i përgatitur për të patur marrëdhënie politike edhe me fuqitë e mëdha dhe me ato kancelarit e Evropës, të cilat normalisht u përpoqën ta ndihmonin Ismail Bej Vlorën. Të gjitha këto janë përpjekjet e shqiptarëve dhe ky finalizim shënon datën e themelimit të shtetit shqiptar, flamuri më herët është ngritur në qytetin e Durrësit, në qytetin e Elbasanit, në qytetin e Lushnjës, pastaj më datën 28 nëntor është ngritur në qytetin e Florës, ku është përluar dhe akti i shpalljes së pavarësisë dhe ngritja e flamurit në qytetin tonë të Florës. Ende për të studiuar të këtë figurë të rëndësishme të kombit shqiptar, atin e themelimit të shtetit shqiptar të Ismail Bej Vlorës, apo të rrugëtimit të tij, të shkollimit të tij, apo veprimtarisë së tij politike, nxejtuese në Danub, apo dhe të jetës së tij familjare, neve kemi ende gjëra të cilat i zbulojmë, shikojmë, lexojmë, siç ka qenë problemi i datës së lindjes së tij, duke gjetur të dhëna edhe në një hotel që ka fjetur në Bruksel, ku ka paraqitur certifikatën dhe pasaportin e tij, në cilin gjejmë dhe datën e lindjes së Ismail Bej Vlorës, apo edhe të tjera të dhëna për veprimtarinë e fëmijëve, të djemve dhe të vajzave të tij në territorin shqiptar apo dhe jashtë Shqipërisë, ku ata jetonin dhe punonin, siç është Struga, apo Vlora, apo Tirana, edhe në vende të tjera të Italisë, dhe momentet e fundit të jetës së tij në Perugia të Italisë, në Hotel Bufano,
i ftuar nga kryeministri i asaj kohe i Italisë për të vajtur konferencën e paqes së Parisit, por normalisht për një kohë të gjatë dhe aty kuptoi sepse ai ishte mashtruar në thonjza, nuk doni ta çonin pjesë të konferencës së paqes së Parisit dhe e izoluar në Hotel Brufano në Perugia të Italisë dhe derisa aty ndoroi jetë 24 janar të vitit 1919 dhe që andaj pastaj u kthye në Vlorë në 10 shkurt të këtij viti dhe u varos në Kanin në fshatin e tij të origjinës dhe pastaj në vitin 1932 u zhvaros nga Kanina dhe është prejën eshtrat e tij në Rulishten në varrin monumental në Rulishten ku ka qenë sarajet e Vlorajve dhe ky është një vend pelegrinazhi, një vend i vizitueshëm ku është edhe sheshi i Flamurit, shtëza e Flamurit, monumenti i pavarësisë, varri monumental i Ismail Bey Vlorës, po ashtu edhe një sër elementësh të tjerë të Vlorës së vjetër, Vlorës së historisë, Vlorës, e cila ka pasur institucionet e saj, që është poshtë telegrafia apo klubi Labëria apo ato paraprijës të krijimit të mundësive për shpalljen e pavarësisë në kuvendin e Vlorës në 28 nëntor 1919. Fatkeqësisht neve na mungojnë 3 elementë të shpalljes së pavarësisë, na mungon akti origjinal i shpalljes së pavarësisë, godina ku është ngritur për të parë flamurin në qytetin e Vlorës, po ashtu dhe flamuri që është përdorur ditën e parë të shpalljes së pavarësisë. Neve kemi fotokopje fal Lev Nosit, i cili ka fotokopjuar në Itali rreth 40 fotokopje të kësaj periudhe të aktit të pavarësisë dhe neve kemi këto elemente të aktit të pavarësisë të fotokopjuar. Kemi gjithashtu dhe flamu i qetash, të cilat ka qenë pjesë e veprimtarive atyre njerëz që morën pjesë në kuvendin e Vlorës për të ruajtur mbarvajtjen e punimeve të kuvendit të Vlorës për të shpallur pavarësinë. Kemi elemente të ndryshëm të biografisë të këtyre firmëtarëve, të 40 firmëtarëve. Por njëkohësisht dhe akti i pavarësisë, duke qenë se një pjesë e tij u realizua me Photoshop në periudhën e para viteve 90, ne kemi patur mundësi të gjejmë aktin origjinal të fotokopjuar të shpalljes së pavarësisë pa retushime, pa fotografi të delegatëve dhe fotografinë e godinës ku u ngrit flamuri dhe punoi qeveria shqiptare asaj kohe me 6 ministrinë në muzeun sot kombëtar të pavarësisë. Në kuadër të aktiviteteve që organizon Bashkia e Vlorë dhe Qendra e Kulturës së Vlorës, në varësinë e cilëve janë edhe 2 muzeet e qytetit të Vlorës, Klubi Labëria dhe Muzeu Historik i qytetit, ne kemi realizuar një ekspozitë, një retrospektivë të veprimtarisë së qeverisë së Vlorës, me hapa të mëdhenj kuptohet, që në krijimin e saj, në dhjetori i këtij viti, deri në ato 13 muaj që kjo qeveri punoi dhe shpalosi elementet e veprimtarisë së saj në fushën ekonomike, në fushën arsimore, të lëvrimit të gjuhës shqipe dhe të parapjes gjuhës shqipe, në ato pjesë të territoreve që qeveriste qeveria e Vlorës, sepse normalisht nuk pati akses të qeveriste të gjitha hapësirën mbar shqiptare, por një pjesë të vogël Vlorën, Fjerrin, rrethinat e Tepelenës, Gjirokastës dhe këto ishin hapësira gjeografike. Në këto hapësira gjeografike, në bashkëpunim edhe me vendet e Kancelarisë Evropiane, kryesisht me Italinë apo vendet të tjera të Evropës, Austro-Hungarinë, qeveria e Vlorës mori masa edhe për ruajtjen e rendit, për vendosjen e rendit, krijimin e milicisë, zhvillimin dhe hapjen e shkollave me bazë gjuhën shqipe apo të tjerë elemente veprimtarisë së një qeverie normale në kushtet jo të pranueshme, në kushte anormale siç ishte Shqipëria në kohë, ishte pjesë e pushtimeve të ndryshme në të gjitha anët e saj, si në veriu, verilindja apo edhe qoftë edhe nga jugu dhe juglindja. Gjitha këto elemente kanë bërë veprimtarinë e qeverisë së Vlorës duke paraqitur këtë ekspozitë me hapat e mëdhenj të kësaj veprimtarie, por dhe veprimtarisë poliedrike të Ismail Bey Vlorës dhe ndihmësve të tij dhe anëtarëve të qeverisë së tij në atë pjesë të kohës rreth 13 mujore që punuan dhe jetuan në Vlorë. Çdo vendim i marrë atë ditë kishte peshën e jetëve të njerëzve dhe të ëndrave të tyre. Të rinjtë dhe burrat që u mblodhën në asamblen e Vlorës dinin se historia po i shikonte dhe vendimi i tyre po shënonte fatin e një kombi të tërë. Ka qenë rrethana të tilla që në atë kohë, se flasim për 113 vite më parë, në të gjithë këtë që ne më vonë e formësuam si shtete dhe pastaj si kom, kanë qenë ato vështirësi që dihet, që vetë Shqipëria ishte në një okupim të madh të gjithë geopolitikës të kohës dhe natyrisht mëvetësia që i duhej Shqipërisë duhet kalonte në për sakrifica, ashtu siç ata burra e bën dhe u gjend
njeri e një burr i mençur si që ishte Ismail Qemali, që kishte qenë portat e mëdha të Turqisë e të diplomacisë, për ta iniciuar, po edhe për t'i dalë pastaj deri në fund, për të realizuar këtë akt të madh nga më të mëdhenj që ka kombi shqiptar. Natyrisht, ajo kanë qenë në për vilajetet që ishin të kohës, sepse Shqipëria ishte ndarë në 4 vilajete, dhe si që funksiononin këto kuvendet për të zgjedhur pasaj përfaqësuesit dhe burrat, ashtu u bë edhe për këtë akt, për të qenë sa më gjithë përfshirëse, sa më përfaqësuese në të gjithë atë që konsiderohej si territori shqiptar. Natyrisht shumë, mbasi vetëm për të ardhur, për të bërë të mundur prezencën në Vlorë, ishte një kalvar i tërë në për rrugët e vështira të kohës. Ne mjafton të i referohemi rrugtimit të Ismail Qemalit, për të dalë pastaj në konkluzionin që edhe të tjerët kështu kanë bërë. Natyrisht populli gjithmonë ndjek një pari, dhe atëherë ishte paria e kohës, sepse ata ishin të gjithë burrat të dëgjuar, të shkolluar, ishin njerëz që kishin informacionet e duhura për kancelaritë e Evropës, dhe natyrisht kur njerëzit, populli vetë, shikon që vërtet dikush po mendon për prosperitet edhe për mëvetësi, ata të ndjekin. Duhet të mendojmë që ky vend, ky komb, ka ardhur përmes sakrificave të mëdha të burrave të ndritur që ka pasur kjo Shqipëri dhe ky komb në tërësi, mbasi ne dim të gjithë që Shqipëria natyrale është më e madhe se sa kjo që ne kemi sot në kufi, dhe që vërtet kanë qenë burra të ndritur të gjithë, dhe që ne duhet t'i kemi ata si një pasqyrë ku të shikojnë veten. Domethënë të gjithë duhet të mendojmë për të bërë diçka për këtë vend, për këtë Shqipëri, po edhe për këtë komb. Jemi larg nga i patriotizëm, ka natyrisht rrethana, mund të flasim shumë për këtë, por të mendosh për sakrificat e atyre burrave, dhe jo vetëm të atyre 113 vite më parë, po edhe të tjerë më pas, çfarë kanë bërë për këtë Shqipëri, kur mendon pastaj edhe kur shikon çfarë po ndodh, duhet vërtet që të na bëj përshtypje dhe të themi që jemi larg këtyre. Po bëjmë fjalë për një ngjarje të pangjashme në 100 vjet, po unë nuk e di do ndodh ndonjëherë edhe në këto 100 vjet që do vinë. 100 vjetori i pavarësisë ka qenë një nga ngjarjet më madhore, shpirtërore, që populli shqiptar, shqiptaria kudo që ndodhet, ka bërë me frymën e vet, me shpirtin e vet, me artin e vet popullor, dhe që Vlorës i dha një dimension të jashtëzakonshëm, kulturor dhe artistik. U mendua gjatë që si ky 100 vjetor të bëhet në madhështinë më të madhe të mundshme, u qelloi disa njerëzve që ishin pjesë e këtij 100 vjetori, dhe fal Bashkisë së Vlorës, fal atyre njerëzve që i gjeti koha në këtë vend të duhur dhe në kohën e duhur, ndryshe nga Tirana zyrtare, që donte që ta zhvendoste këtë 100 vjetor në Vlorë, nuk duhet paragjykoj, absolutisht, po them që të mendoje, vetëm të mendoje për ta zhvendosur 100 vjetorin e pavarësisë në kryeqytet, do të thotë që ishe në
përkundër rrjedhës së vetë historisë që Vlorën e kishte përcaktuar si qytetin që duhet të shpallej pavarësia. Ka disa simbolika që ndodhin edhe në kombe të tjerë, domethënë është ndryshe 100 vjetor, është një për mua ata që luan të jenë pjesë e këtij 100 vjetorit duhet ta quajnë veten me fat, sepse këtu ngjizen historia, bëhet pjesë e gjendjes shpirtërore të çdo njeriu dhe 100 vjetor është një simbolik e madhe, është një simbolik që kushdo do ta dëshironte që të ishte pjesë. Ne e quajmë veten si njerëz që shërbyem për të bërë ky 100 vjetor sa më i madh dhe që jam i sigurt që ato emocione, atë ndjesi që krijoi ky 100 vjetor, sado që të përpiqen të tjerë më vonë do ta kenë të vështirë, sepse është vetë shpirti i popullit që përcakton dhe që bëhet pjesë. Dhe kur bëhet pjesë shpirti i popullit është e pa imagjinueshme çfarë mund ndodh në kuptimin emocional. Kështu që 100 vjetori mbetet simbolika më e madhe e Vlorës. Çdo aktivitet që ka ndodhur e kam të dokumentuar këtu me fjalë dhe me fotografi. Pra shekulli i parë e kam quajtur unë, këtu ka gjithçka ka ndodhur në raport me kulturën dhe me zhvillimet artistike të atyre ditëve, që nga festivali mbarkombëtar i trevave shqiptare, nga prurimet e busteve, për shembull bë busti Ismail Qemalit, nga Zeqira Lizoti, u bë busti i Isa Boletinit nga Bujar Elmazi, u bën aktivitetet tjera kulturore të gjitha këto, dhe çdo gjë, apo deri tek koncerti jubilar në Pallatin e Sportit, ku erdhën këngëtarët dhe valltarët më të njohur të Shqipërisë dhe nga të gjitha trevat shqiptare, që nga Shkurte Fezaj, nga Besiana Mehmeti, nga Shkodran Tolaj, nga Asambli Këngëve dhe Valleve, Petri Lulo, Faria Zogaj, domethënë njerëz deri tek Ari Vladi që erdhi posaçërisht për këtë gjë. Pra ishte një koncert i jashtëzakonshëm në funksion pra të 100 vjetorit pavarësisë. Dhe gjithçka ka ndodhur është këtu në këtë libër si një dokument i gjallë, autentik dhe i vërtet. –28 nëntori nuk është thjesht një datë në kalendar, është kujtesa e një populli që nuk dorëzohet. Është dita kur çdo shqiptar në zemrën e tij kujton ata që dhanë gjithçka për lirinë. Në rrugët e Vlorës, në muze, në sytë e fëmijëve që mësojnë historinë. Kjo ditë jeton e pavdekshme, sepse kujtesa është më e fuqishme se koha. Çdo vit, 28 nëntori rikujton sakrificat, ëndrat dhe shpresën e një kombi. Historia na tregon se liria nuk është dhuratë, por rezultati i vendosmërisë dhe guximit. Dhe nëse valvitet flamurimi Vlorë, një mesazh mbetet i qartë. Të kujtojmë, të nderojmë dhe të vazhdojmë ëndrrën e atyre që na dhanë lirinë. Për çdo shqiptar, kjo ditë nuk është thjesht e kaluar, por për kujdesja për të ardhmen.